Këto nuk janë pamje të magazinave të vjetra të ndërmarrjeve të kohës së komunizmit, por të gjendjes aktuale të Arkivës së Shtetit në Vlorë. Dokumente që ruhen këtu që prej vitit 1945 janë të hedhura për tokë pas një kujdes, ndërsa lagështia thuajse i ka bërë të pavlefshme shumë prej tyre. Në këto ambiente nuk ka as rafte, as sistem ngrohës apo ftohës, ndërkohë që në këtë institucion nuk ka as kompjuter në zyrën e drejtorit. Uji është 100%, lagështia 8%, do thotë që dokumenti po marrë shembull në trupit të njeriu të zhytur në ujë deri tek qafi. Gjelesh në një ambient pune me temperaturën 9 gradë, që të mëton dhe shëndetin e punonjësve, jo vetëm të dokumentave. Auron Rokaj ka marrë drejtimin e Arkivës Shtetërore në qytet pak javë më parë. Ai thotë se ajo është lënë në këtë gjendje skandaloze qëllimisht. Ka qenë një qëllim që arkivi, memoria e kombit, shtetit është duket, sepse shkresa është shteti. Ka shumë probleme me verifikimin e dokumentave në organet e drejtësisë. Në këtë arkiv ruhen dokumente shtetërore deri në vitin 2003, ndërkohë që sipas Rokajt, pas këtij viti, asnjë institucion nuk ka zbatuar ligjin për të dorëzuar dokumentet arkivor të përpunuar.